Në ambientet e Pallatit të Sportit u zhvillua panairi i universiteteve publike dhe private, një ngjarje e rëndësishme për të gjithë maturantët që janë në prag të një vendimi të madh për të ardhmen e tyre. Maturantët patën mundësinë të informohen nga afër mbi programet e studimit, kriteret e pranimit, bursat, mundësitë e punësimit dhe jetën studentore. Përfaqësuesit e universiteteve folën rreth rëndësisë të këtyre panaireve dhe se si ka ndryshuar ndër vite orientimi të rive drejt zgjedhjes së një profesioni. Zhvillimi i karrierës është një nga pikat kryesore që tashmë ka një shtrirje të gjerë edhe në gjimnaze, po tashmë edhe në universitete. Si pedagoge dhe si njohëse e mirë dhe e arsimit para universitar, dua t'ju them që këshillimi i karrierës bën të mundur që çdo maturant të njohë dhe të ketë mundësinë të rrugtojë në të gjithë stendat dhe të njohin ndryshimet, cilësinë dhe pse jo edhe pjesën akademike apo degët specifike që mundsojnë të gjithë universitetet, qofshin ato publike dhe shtetërore. Dhe të bëjnë në fund një rezume dhe të dalin në konkluzione që pse duhet të zgjidhen një universitet për të ndryshe nga një tjetër. Gjithashtu duhet ju bëjmë dije që këtu në këto panaire është e mundur që studentët të kenë mundësi të njihen edhe me bursat e ekselencës, pasi të gjithë universitetet kanë mundësi të ofrojnë përveç qëndësisë në universitetet dhe pjesën e cilësisë, por dhe të vlerësojnë maturantët të cilët shkëlqejnë në të gjithë Shqipërinë. Dhe të rinjtë tekstuan rëndësinë e patjes së informacionit të duhur në kohën e duhur. Interesi nga vit në vit është rritur, është nga universitetet me shifrat më të larta të studentëve që vinë, por përveç se konkurrenca është e lartë, ne kemi atë fotot tona dhe gjithmonë vinë projet më të mira. Dëshiroj të besoj që bëhet për arsye patriotike, çdo person do që të shkojë dhe ndihmoj vendin e vet, por po ashtu mundësia e arsimit, pjesa fizike, pjesa e profesionale, disiplina dhe gjithë elementet e tjera karakteristik për akademinë tonë e bëjnë shumë të dëshirueshëm për të rinj. Atëherë, këto panaire për të rinjt janë tepër të rëndësishme sepse na ofrojnë mundësinë për të zgjedhur një degë që ne duam. Personalisht mua më ka ndihmuar ky panair vitin e kaluar, që kam zgjedhur degën që vazhdoj sot, inxhinieri software. Dhe do t'ja sugjeroj të gjithë studentëve të ardhshëm që të vinë këtu te këto panaire dhe që të marrin pjesë. Përfaqësues të universiteteve u përgjigjën pyetjeve, ndanë eksperienca dhe orientuan të rinjt drejt zgjedhjeve të duhura për të ardhmen e tyre.